Të gjithëve. Skuadra e zgjedhur socialiste për garën e 11 majit është skuadra gjithëpërfshirëse për kryesocialistin Edi Rama. U jep të gjithëve mundësinë të zgjedhin. Kemi një skuadër ku të gjitha moshat, të dyja gjinit patjetër, po në mënyrë të posaçme gratë dhe vajzat kanë mundësi të gjejnë veten. Kreu i qeverisë bëri bashkë deputete e kandidatë të Qarku Tiranë, pasi ai beson se këto zgjedhje kanë një rëndësi të veçantë. Ne nuk duhet ta humbim të trenën dhe ne nuk do ta humbim të trenën. Është sot, duke parë të gjitha ndryshimet tektonike që sapo kanë filluar në mbar botën, ekzistenciale që ne të jemi brenda në Bashkimin Evropian. Sipas Ramas, Partia Socialiste është e vetmja forcë që i dha frymë drejtësisë. Me vetdijen e plotë që pa këto kosto ky proces është i pa realizueshëm. Me argumentin se Shqipëria do të bëhet si Europa, Rama u kërkoi të vetëve të korrin fitoren e 10 radhazi në 11 maj. Duke filluar nga Tirana, ku qelli duhet jetë kufiri, qelli. Llogaritë aritmetike nuk vlejnë në këto zgjedhje. Në këto zgjedhje vlen një llogari tjetër, llogaria e shqiptarëve me historinë. Kryesocialisti siguroi se fokusi tek BE-ja kthehet tashmë në çështje themelore për fushatën e ardhshme elektorale, duke thumbuar opozitën dha një tjetër mesazh. Deri dhe ballistët e kanë mundësinë që t'i shmangen rënjes në kënet